Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mendja është në 7 qershor ku në Tiranë brin Serbia dhe kjo do të jetë më shumë se një ndeshje futbolli, është komenti i trajnerit kombëtar shqiptar të futbollit Silvinjo pas fitores 3-0 ndaj Andorrës në Tiranë. Sfida ishte e vlefshme për grupin K kualifikues të Kupës së Botës. Pas humbjes në Angli, tanët reaguan dhe siguruan 3 pikë të para në grup. Kjo në sfidën e dytë. Në konferencë për shtyp pas fitores kombëtare shqiptare ku qëzi trajneri nënvizoi artimin e planeve në përballjen me Serbinë. Dobbiamo studiare il prossimo avversario, già praticamente qualcosa sappiamo, certo, ma dobbiamo studiare, vedere. Io sono felice perché in questo momento ce l'ho tanti calciatori con voglia e con caratteristica diversa, per un allenatore è buono. Mi dispiace che qualcuno gioca e qualcuno non gioca, ma strategicamente io posso utilizzare secondo la gara e secondo quello che vogliamo. Sono contento di quello. Çdo gjë është shumë e shpejtë. Kualifikimi në botror është pak më ndryshe dhe pak më i vështirë. Duhet të bëjmë më shumë për të arritur aty. Sot ishim pak më tepër në presion sepse ishte një ndeshje të cilën duhet ta fitonim, edhe nëse nuk do të merrnim 3 pikë do të bëhej më e vështirë në vazhdim. Strategjikisht mendoj që kemi bërë një punë shumë të mirë. Lojtarët kanë luajtur shumë mirë, kanë sakrifikuar shumë edhe në ndeshjen në Wembley, që rikujtoj që është Anglia është një kombëtare që ka luajtur finalet të 2 europianëve të fundit, dhe nëse nuk vrapon edhe nuk krijon aksione, nuk mbrohesh mirë, mund të pososh 5 gola. Mendoj që lojtarët kanë bërë shumë mirë. Për sa i përket kundërshtarëve të ardhshëm, do duhet ta studiojmë, ke filluar që tani ta studiojmë, por jam shumë i lumtur që kam shumë lojtarë me karakteristika të ndryshme dhe me dëshirën për të qenë pjesë e kombëtarëve për të luajtur, të cilët mund t'i përdor në varësi edhe të kundërshtarëve. Kombëtare shqiptare e futbollit mori vendin e dytë në grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026, pas humbjes 2-0 me Anglinë 3 ditë më parë në Londër, ku qezinjtë reaguan dhe siguruan 3 pikët e para në misionin për finalet. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos përgëzon Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për suksesin e tyre në kuadër të planit për rritje të Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Marta Kos vuri në duke se 2 vendet vendosën ritmin për të gjithë rajonin duke siguruar parafinancim nga ky program. Kjo duhet të inkurajojë zbatimin e reformave kyçe, të stimulojë rritjen ekonomike, të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve dhe t'i ofrojë më tej këto vende me Bashkimin Evropian, shkruan Kos. Ministri për çështjet europiane Orhan Murtezani tha se kushtet për vazhdim negociatave me Bashkimin Evropian janë të përcaktuara në kornizën e negociatave, por shqetësim shprehin nëse do të ketë të reja pas ndryshimeve kushtetuese. Ministri i Shëndetësisë së Republikës Maqedonisë së Veriut Arben Taravari kërkon depolitizim të organeve të drejtuesisë dhe gjyqësisë. Sipas tij, partitë politike për momentin nuk janë as pak të rëndësishme, por rëndësishme është që qytetarit të ndjejnë i qetë dhe i sigurt aty ku jeton. Është një periudhë e vështirë të cilën e kalon shteti. 4 tragedi të njëpasnjëshme që ndodhen në Maqedoni këto 5 vitet e fundit. Prej Laskarcës, Besa Transit, mandej Spitali Modular, tash edhe Koçani. Unë mendoj se sidomos organet e hetuesisë dhe gjyqësisë aty ku vendosen duhet të depolitizohen, mos i shohim këto raste, nuk shifen më partit. As pak nuk janë të rëndësishme, i rëndësishëm është qytetari të jetë i qetë dhe i sigurt aty ku lëvizën dhe aty ku jeton. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut shpreh shqetësimin se në një vend ku e gjithë shoqëria është të zi, kryeministri kërcënon me tërheqjeveshi dhe urdhëron arrestime përpara kamerave, jo për të sjellë drejtësi, por për të fshehur të vërtetën, jo për të ndihmuar hetimin mbi ata që kanë lejuar këtë situatë, por për ta udhëhequr atë personalisht sipas linjës politike. BDI angazhohet se do të bashkëpunojë me çdo hetim objektiv dhe të pavarur, por nuk do të ndalemi kurrë së kërkuari përgjigje të qarta për pikpyetje të dukshme dhe nuk do të heshtim përballë ndjekjes politike, deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut. Zëvendës presidenti i Bankës Botërore për Financimin e Zhvillimit, Naki Nishiu, përshëndet vendimin e Kosovës për të qenë një vend donator në shoqatën ndërkombëtare për zhvillim. Sipas tij, vendimi i Kosovës për të kontribuar fuqizon objektivat e përbashkëta, zhdukjen e varfërisë dhe ndërtimin e shoqërive të barabarta. Ky kalim nga përfitues në kontribues është një rrëfim i rrallë i jashtëzakonshëm i cili flet për qëndrueshmërinë, vizionin dhe përkushtimin e palëkundërt të Kosovës ndaj progresit, ka thënë ai. Vendimi juaj për të kontribuar në IDA 2021 fuqizon objektivat tona të përbashkëta, zhdukjen e varfërisë dhe ndërtimin e shoqërive të barabarta. Ai na sfidon të gjithëve të rishpikim atë që është e mundur kur vendet ndjekin rrugën e tyre me vendosmëri. Vendosmëria çon në rritje kur kultivohet me partneritet dhe kjo mund të kapërcej kufi dhe brezat, ta zëvendës presidenti i Bankës Botërore për Financimin e Zhvillimit, Nakihiko Nishio. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.